ditë e madhe me dhimbje të thellë. 23 gusht, sot gjithë bota kujton viktimat e komunizmit. Regjime barbare, të etura për pushtet, për gjak, vranë me miliona e miliona njerëz. Të pafajshëm, por luftonin për liri, demokraci, për fjalën e lirë, pronën, familjen, votën. I përjetshëm qoftë kujtimi i tyre dhe mos paft asnjë kombë dhimbje të mëdha, ashtu siç përjetoi edhe Shqipëria jonë e dashur, ku për 15 vjet me qindra e mira njerëz u ndodhen para tokave të zeza, në burgjet famkeqe, në dëbime, internime, e mira të tjerë nuk u janë gjetur kockat akoma. Por më e keqja, se Shqipëria jonë e dashur akoma nuk i ka dënuar krimet e komunizmit, të paharruar martirët e lirisë.